Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, sot emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po fokusi sot do të jetë tek bllokada që prodhuesit vendore kanë shkaktuar sot në kryeqytet si formë proteste ndaj vendimit të zërrejës për shtretimin e energjisë elektrike, mirë po edhe për një vendim që i afekton pikërisht bizneset në Kosovë. Për këtë arsye, pra gazetarët tanë kanë qenë sot në vendin e ngjarjes, do të cilën kronikat, mirë po edhe tema e kësaj dite do të jetë pikërisht pakënaqësitë që i kanë prodhuesit vendor, bizneset në Kosovë, të cilat rrezikojnë për shkak të një vendimi të zërrejës. E aq më tepër pakënaqësitë e tyre janë shtuar në momentin kur Albin Kurti, kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, i ka kritikuar madje në një moment edhe i ka krahasuar me bandat në veritë e Kosovës, të cilët e patën bllokuar para një kohe veriun e Kosovës. Albin Kurti sot në mbledhjen e qeverisë ka thënë se ka kaluar koha bllokadave dhe ato nuk do të lejohen askund, duke jo përgjigjur pra organizimit të protestës së prodhuesve vendor këtu në Kosovë. Për këtë arsye, në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me Agim Shahinin nga Alianca e Bizneseve. Pra me të do të flasim pikërisht për këtë shqetësim që kanë bizneset në Kosovë për protestën, mirë po edhe për akuzat që ka bërë Albin Kurti e po ashtu edhe Artane Rizvanolli. Do të kemi edhe shumë informacione, por para së gjithashtu titujt kryesor. Të pakenaqura me vendimin e kalimit në tregun e lirë të rrymës, bizneset bllokojnë të gjitha hyrjet në Prishtinë. Kryeministri në detyrë shfaqet fort i ashpër me bizneset, bllokadën e tyre krahason me bandat e Radoj Qiqit që vendosen barrikadat në veri. Lima i pranoi se ka pirë kafe me Glaukonjufcën e vetvendosës, megjithatë kjo nuk e zhbllokoi kuvendin. Një burr i moshës rreth 35 vjeçare është gjetur i vdekur në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Policia po heton rastin si vdekje dyshimt. Kryqëteti i Kosovës Prishtina është bllokuar sot për disa orë për shkak të bizneseve, prodhuesve vendorë të cilët kanë bllokuar hyrje-daljet në kryeqytet në shenjë proteste pas vendimit të zërrejës për shtretimin e energjisë elektrike dhe një vendim i cili pra i afekton edhe bizneset në Kosovë. E patën të pamundur të zbresin në stacionin e fundit të ndaja Mëstyje në këmbë, qytetarë që erdhen nga komuna të ndryshme të vendit në kryeqytet hynë duke ecur. Njësoj veproi edhe dikush nga Kamenica po shkonte në QKUK. Krejt kjo për shkak të bllokimit të hyrje-daljeve të Prishtinës nga bizneset në shenjë proteste për vendimin e zërrejës për shtretimin e rrymës dhe atë futjes së tyre në tregun e lirë. Me qënuar ora 10, rruga në Vetërnek u bllokua me mjete të rënda. Andaj qytetarët u detyruan të kalojnë tutje vetëm përmes ecjes. Ja, u bllokua. Këtu ardhën edhe përfaqësuesit e bizneseve. Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike bëri të ditur arsyen e kësaj proteste. Për me kundërshtu vendimin për me dalë me një qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit ZRE-ja, po dhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, i pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë biznesin nuk e kanë pregadit. Këtë hall e patën edhe pronarët e bizneseve. Cili prodhues mund të konkurojë me 300% të energjisë në treg me prodhuesit regional që në rrethojnë neve. Kjo është diçka e pamundur. Përfaqësues të Këshillit Organizativ paralajmëruan masa tjera. Na ftojmë qeverinë e Kosovës që të reflektoj, mos na detyroj në fazat e tjera, ashtu siç pas ka deklaruar kryeministri që nuk do të tërhiqen. Krejt protesta po mbikëqyre nga policia e Kosovës. Ndonse spati tensione në vendngjarje ishin edhe njësia speciale. E një autoambulancë pati të vështirë kalimin deri te QKUK-ja. Të shqetësuar janë edhe punëtorët që dolën në protestë. Tash po duam të thonë për me zvetu më nai prunset neve krizat në të nëndë me në energji, e në vend që më na dhon pak perspektivë neve punëtorëve, e vullnet me punu e me najtu, ajo vetë do me thonë për nai krijon mundësit më u largue detyrimisht pe i vendit tënë. Vetërnikus ishte vetmja hyrje që u bllokua. Me 10 kamione më una u bllokua edhe hyrja nga Mitrovica.
Njëjtë edhe nga Fush Kosova. Edhe hyrja për në kryeqytet nga Fush Kosova është bllokuar nga punëtorë të bizneseve që po protestojnë këtë ajnt. Ndonë se qarkullimi veturave ishte më lirshëm, protestë më zhshme ishte në hyrjen nga Podujeva në Kodrën e Trimav. Kur ora shënoi 12, protestuesit nisën të largohen dhe rrugët a jetë të hapur për qarkullim të plotë. Si reagim ndaj kësaj proteste, Ministrja Artan Rizvanolli ka mbajtur sot një konferencë për shtyp, ka dhënë versionin e saj si ministri dhe si qeveri, mirë po ka kritikuar bizneset. 19 maj 2025 kemi organizuar një takim të përbashkët me odat ekonomike të vendit dhe përfaqësuesit e bizneseve, në veçanti me prodhuesit vendor, për të kuptuar nga afër shqetësimet e tyre specifike. Nga zërejnë në takimin e djeshëm të radhës që kishim me bizneset dhe odat, zërejnë njoftoi që nga ai takim janë shtuar edhe 2 kompani të licencuara, duke shtuar numrin total të kompanive të licencuara për furnizim në 21, dhe nga këto, tek zërejnë, 6 prej tyre kanë deklaruar se janë aktive, dhe 5 prej tyre kanë deklaruar se tashmë u kanë dhënë oferta disa bizneseve, e disa edhe kanë nënshkruar kontrata me disa biznese. Në media e pamë që përfaqësues të odës ekonomike të Kosovës paralajmëruan bllokim të rrugëve magjistrale të Prishtinës. Si është e mundur që dikush që kërkon tranzicion dhe kohë nga ana e institucioneve, të vetmin opsion pa paralajmërim ka bllokimin e rrugëve paradite e sabotimin e përpjekjeve të sinqerta të institucioneve për ndihmë të bizneseve pasdite. Ne kemi dëgjuar se bizneset kanë presion nga oda ekonomike e Kosovës për të mos marrë pjesë në takime, për të mos nënshkruar oferta me furnizues dhe për të dalur me protesta. Më jashpër se ministri e tij ka qenë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili e ka krahasuar për protestën e bizneseve kosovare me protestat që janë mbajtur në veri të Kosovës. Këto barikada u bën imazhi i parë sa herë përmendej veriu me 2022. Ato vendoseshin nga strukturat kriminale serbe, të cilat udhëhiqeshin nga kryeterroristi Milan Radojqić. Vite më vonë, kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, duket se kjo pamje po i ngjason me atë të protestës së bizneseve. Të paktën kështu deklarua në mbledhjen e qeverisë kur foli për pakënaqësitë e biznesmenëve kosovar. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99% dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosur. Madje shefi në detyrë ekzekutivit, si të ishte një ekspert i energjetikës, u përkujdes që të arsyetoj vendimin për kalimin në treg të lirë. Është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin, por veç se e bart koston e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Secilës familje dhe mbi 100.000 biznese tjera më të vogla që janë më pak të fuqishme e të zëshme sikurse disa. Përveç këtyre deklarimeve, Kurti në mbledhjen e qeverisë bashkë me vartësit e tij, ndonë se në detyrë vjojnë të marrin vendime. Kështu ata emërtuan Labino Zeqirin në pozitën e kryeinspektorit të Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë. Ministria ju propozon miratimin e këtij propozim vendimi, me të cilën zoti Labino Zeqiri embrohet në pozitën kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ka për qëllim që të fuqizojë mbikëqyrjen dhe të sigurojnë zbatimin e legjislacionit të sektorit shëndetësisë në çdo institucion shëndetësor në Republikën e Kosovës. Po në këtë mbledhje, ministrja në detyrë arsimit Arberien Agavci bëri po ashtu një propozim. Ministria ka përzgjedhur zonën Fikrije Zymberi si kandidaten më të përnduar për pozitën drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional për Arsimin për të Rritur. Në këtë mbledhje u aprovua edhe plani i rishikuar i veprimit 2025-2026 për zbatimin e strategjisë për veçeverisje lokale 2016-2026. Përmes këtij plani të veprimit synohet të rritet autonomia lokale dhe të ofrohen shërbime me kosto efektive nëpër komuna.
E në kohën kur në Prishtinë po organizoheshin dhe përmbashin në protestat e bizneseve kosovare, në Kuvendin e Kosovës deputetët u mbledhen për të 23 herë në përpjekjen e tyre për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit e Kosovës. Sigurisht nuk ndodhi ajo që pritej pra votimi i kryetarit të Kuvendit të Kosovës, seanca shkoi njëjtë sikurse 22 herave tjera, mirë po pas seancës u deklaruan para mediave dhe ishin shumë kritik në raport me qeverinë e detyrë dhe me kryeministrin sa i përket trajtimit që po bën ai kosovarë në radhë të parë me shtretimin e energjisë elektrike e po ashtu edhe me bizneset. Në legjislaturën e kaluar paraqiteshin çdo 6 muaj për t'i siguruar pagat. Tani deputetët e listës serbe janë ndër të parët që shihen në seancë pas çdo 48 orëve. Njësoj po veprojnë edhe deputetë të tjerë të cilët këtë ajte u panë me në disponim. Ashtu ishte edhe kryeministri i cili për disa minuta bisedoi me deputetë e LDK-s. Kur të gjëzun ulset atyre kërkuan nga kryesuesi i Kuvendit që të përsërisin edhe një herë votimin e fshet. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për të 23 herë, Avni Dehari u obligua të përsërit fjalën për shtyrjet e seancës. 55 deputet kanë votuar për, kundër ka votuar 1 deputet, abstenimin nuk kemi quorum, seanca ndërpritet. Pas dështimit të seancës, në foltore para mediave doli lideri i PDK-s Memli Krasniqi, i cili kritikoi Kurtin për situatën me bizneset në vend. Është vërtet e tmerrshme që kemi në detyrë një qeveri që jo që s'mendon për sektorin privat, për të punësuarit në këtë sektor, po përkundrazi u arrezikon edhe vendet e punës. Me gjumë të ashpër kryeministrin e detyrë, ju drejtua Hikmete Bajrami e LDK-s. Ka shumë mundësi që Albin Kurti me e fitu edhe këtë betejë, sepse beteja e Albin Kurtit nuk është asnjëherë me ndërtu diçka. Beteja e Albin Kurtit është me shkatërru. Po me gjuhën e përdorur në publik, u morën edhe nga lëvizja vendosje. Deputetit PDK-s Sabelar Tahiri, i cili dje tha që më e keqe se blokada, tha është do ishte formimi i qeverisë Kurti. Edhe unë e përgëzoj fort ato për këtë deklaratë, se më në fund edhe opinioni publik ja ka shpjeguar të gjitha arsyet, edhe thelbin, edhe boshtin e obstruksionit të konstruimit të Kuvendit. Deputetët do të mblidhen sërish të shtunën nga ora 11:30. Por përpara se të mblidhet deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë filluar takimet pra të eksponentëve kryesor të lëvizjes vetëvendosje me parti tjera në përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Siç duket, Albin Kurti është dorëzuar sa i përket përpjekjes së tij për të zgjedhur Albulin Haxhiun kryetarin e Kuvendit të Kosovës, mirë po duke ditur edhe qasjen që ai ka pasur me partitë deri opozitare. Albin Kurti e ka angazhuar Glau Konjucën për të kontaktuar partitë politike. Ai dje gjatë ditës e ka takuar edhe një herë kryetarin e nismës socialdemokrate Fatmi Limaj. Ndërkohë vet Limaj sot e ka pranuar para gazetarëve se ka pasur një takim me ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës Glau Konjucën. Ka disa muaj që gjithë vëmendja është tek ai. Fatmi Limaj edhe këtë ajte erdhi në Kuvend i shoqëruar nga 2 deputetët e nismas. Këta u shprehën optimizëm me partinë që ka fituar zgjedhjet mund të arrijë një marrëveshje me Shkrem. Unë sa kam info që s'ka asnjë dyshim, besoj fatkeqësisht ka mundësi që të shkohet që ka shkuar deri më tani, nuk kemi ndonjë informacion. Atë që ata aty. Po shpresoj, që sa më shpejt të bëhet ajo shumicë parlamentare dhe gjërat e ecin në rrugën e duhur. Kjo duhet bëhet ashtu siç bëhet, sikur çka bëhet gjithmonë. Bëhet një marrëveshje me Shkrem, një marrëveshje politike e publikuar dhe pastaj gjërat shkojnë në rrugën e duhur. Limaj konfirmoi se është takuar me Glau Konjucën së fundmi, teksa tregoi se çka kanë biseduar. Kemi pikave me Glau para 2 ditë edhe mirë shumë. Kemi biseduar, kemi trajtuar. Zoti Konjuca ka ushtruar në kryetarin e Kuvendit. Drejtuesi i institucionesh edhe është mëse normale të bashkëbisedojmë për zhvillimet, për shqetësimet, për ato që në rast që emri do të propozohet nga lëvizja vetëvendosje për pozitën e kryeparlamentarit, komandant Çeliku e ka të sigurt edhe një vonë nga komunitetet. Dhe normalisht dhe une me vite po njihem dhe me zotin Limaj personalisht se kemi qenë hera e parë kur kemi qenë qeverisë bashku, kemi qenë 2007. Prandaj
gati 18 vjet sakt. Po njihemi prandaj nuk ka mas gjë të kundërt. Por pesimiste se një propozim i tillë mund të ndodh u tregua Duda Balje. Absolutisht nuk besoj, sepse kemi qëndrim me kryeministrin i cili është shumë qartë, dhe as nuk kam menduar. Nuk besoj se ka më qenë. Në rast se do të ishte. Në rast na kena me fol, domethënë me parti edhe kena me pa. Por nuk besoj se ka më qenë kandidat për kryeparlamentar. Derisa të arrihet tek ai moment, bisedimet po zhvillohen në Shuman. Brenda sallës së Kovendit pas shumë kohësh, Albin Kurti zgjati dorë një deputeti të PDK-s. Nga shtrëngimi i duarve, Najt Hasani vazhdoi me takim për kafe me deputetët e vetvendosjes. Ai qëndroi për disa kohë në një lokal afër Kovendit me Shipe Selimin e Arben Vitin, e që disa ditë më parë ishte parë duke biseduar edhe me Albulina Xhiun. Ndërkohë, pas këtij takimi është pyetur Najt Hasani për qëndrimin dhe kafen që ka pasur me deputetët e lëvizjes vetëndosje, mirë po ai ka thënë se pavarësisht se ata i takojnë një grupacioni tjetër politik, nuk janë armiq që të mund të pijnë kafe së bashku. Mirë po siç duket këto relacione nuk mund të vrejnë në parlamentin shqiptar për shkak se polarizimit atje janë edhe më të mëdha. Sot është mbajtur një seancë Kuvendit të Shqipërisë, mirë po ka pasur tensione, aq më tepër pas një rezultati të thellë dhe bindës të fitores së Partisë Socialiste, ka pasur reagime nga ana e Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku Sali Berisha ka kontestuar rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Kuvendi u rikthye në punë pas shkëputjes së gjatë për zgjedhjet e 11 majit. Parlamenti i Shqipërisë të enjtë mbajti sesionin e fundit të legjislaturës së 10. Seanca e parë plenare do të kishte disa pika të rendit të ditës. Seanca e sotme ka në rend dite njoftimin e kalendarit dhe miratimin e programit punës për të mundësuar fillimin normal. Në këtë pikë pati menjëherë vërejtje nga opozita. Ju nuk quheni Elisa Spiropali, ju quheni përfaqësuesja e xhabavëve në Kuvendin e Shqipërisë. Okej, mbyllë mikrofonin, s'është për proces verbalin. Kryeparlamentarja Spiropali do të vazhdonte fjalën, por jo pa u ndërprer nga ligjvënësit. Kurrieri i instruar. Të mbaroj me procedurën. Titujt e çështjes. Pak minuta më vonë në foltore do të marrte fjalën Sali Berisha. Kjo seancë mblidhet pas farsës elektorale më të turpshme. Berisha akuzoi Ramën për vjedhje të votave. Kur 1.6 milionë shqiptarëve ju shkelmot votën, po botë e krimit s'mund t'ishit ndryshe ju. Kur 5 minutave për të folur i erdhi fundi, Berisha do të fjalosej me kryekuvendaren. Koha mbaroj. Cila kohë? Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar. Folës pro. Kreu i PD-s nuk do të ndalte fjalën edhe me mikrofonin fikur. Edhe pasi u kthye në ulse, Berisha do të rikthehej sërish në foltore, por jo për të propozuar atë që kërkoi Spiropali. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ai që shihni aty, ai ndroi mbiemrin. Ai tani quhet Blendi Gabati. Ju tërhiq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos i drejtoni. Nën tensione, seanca e parë pas zgjedhjeve të 11 majit do të mbyllej 15 minuta pasi filloi. Kërkesa nuk miratohet, këtu mbyllet seanca plenare. Faleminderit, seanca e radhës do t'ju njoftohet. Ndërkohë kthehemi këtu në Kosovë dhe flasim për presidenten e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, e cila në cilësinë e komandantes supreme të Forcës së Sigurisë së Kosovës ka vizituar ushtrimin Defender Europe 2025 që po mbahet në Kosovë. Osmani ka thënë se me FSK në krah me forcat armatosura të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të NATO-s, Kosova po shkruan një kapitull të ri të bashkëpunimit ushtarak ndërkombëtar. Sot me cilësinë e komandantes supreme të Forcës së Sigurisë së Kosovës, pranë me ushtrimin më të madh të këtij viti të US Army Europe, ku Kosova jo vetëm që merr pjesë, por ka edhe nderin të jetë nikoqire, krah për krah me forcën armatosur dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të tjerë të NATO-s. Vendi ynë përshkruan një kapitull të ri të bashkëpunimit ushtarak ndërkombëtar, ka shkruar Osmani.
Flasim tash për një barometër që ka bërë Bashkimi Evropian dhe ku ka konstatuar se papunësia dhe ngritja e çmimeve është shqetësimi kryesor i kosovarëve. Shqetësimet e kosovarëve për shtrenjtimin e produkteve bazë u pasqyruan edhe në sondazhin e fundit të Bashkimit Evropian. Eurobarometri që bëhet për të gjitha shtetet anëtare e ato kandidate rezultoi se vetëm 18% e kosovarëve vlerësojnë se situata ekonomike në vend është e mirë, ndërsa 60% të anketuarve e kanë konsideruar si shumë të keqe. Papunësia dhe kostoja e jetës janë në krye të listës së shqetësimeve më të theksuara tek qytetarët e Kosovës. Ndonse ekonomia brenda vendit po shihet me sy kritik, besimi ndaj institucioneve vendore është më i lartë se sa ndaj atyre evropiane. Ndërkohë në gjithë Bashkimin Evropian, BE po përjeton një nga momentet më të ndritura në sy të qytetarëve që nga viti 2007. Sipas sondazheve, plot 52% e qytetarëve deklarojnë se i besojnë institucioneve evropiane. Derisa kur vjen puna tek të rinjt, besimi ngritet në 59%. Në skenën ekonomike, mbështetja për monedën euro shkon në 74% në të gjithë BE-n dhe 83% në vendet e eurozonës. Anketa përfshiu 26.368 qytetarë nga të gjitha vendet e BE-s dhe u zhvillua nga 26 marsi deri më 22 prill 2025. Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për ministrin e detyrë Faton Peci, i cili është duke u përballur me drejtsinë për shkak të dyshimeve që ka pas të bëjë me një kontratë që ai ka nënshkruar me një kompani për çka ka nisur tashmë edhe hetimit. I njëjti është ftuar në cilësinë e të dyshuarit nga prokuroria speciale, është intervistuar për orë të tëra, kurse sot ka folur për këtë çështje para gazetarëve dhe i ka kritikuar gazetarët. Aja që ka raportohet media, unë nuk e marrë hiq as seriozisht, as të vërtet. E para edhe e dyta, ne do të vazhdojmë me procedurën e njëjtë për votimin e komisionit që procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ose kryetarës të jetë me votën e fshehtë. Kështu që do të vazhdojmë procedurën. Çka po pengon për atyre që po raportohet media zoti Peci, po thonë që nuk e merrni seriozisht, a ka të bëjë me radhë? Nuk fola kështu për një çështje specifike, po në rast se i lexon ta zon 100 shkrime për tyne 99 janë të pavërteta, atëherë në momentin kur thonë që është folës, është thonë media, kjo për mua nuk do të thonë kurrë. Nuk keni pas ende një deklarim pas investimit tuaj nga hetuese njësisë veçantë timore se për këtë rast në Ministrinë e Policisë, se keni pas gjithë atë. Unë menoj që është në interes të Kosovës, e ma shumë se sa në interes të Kosovës, në radhë parë për mua është me interes që sa ma parë mos bardhë çdo detaj për pretendimet që i kanë mekanizmat e drejtësisë, dhe unë jam i hapur edhe bashkëpunues edhe libër i hapur për këtë veprimet edhe për atë sa mu ka taku mu si minister edhe me kaq besoj që e përmbylli këtë temën për çka diskutuar. Ne jena partia Guxo dhe jemi në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, vendimet i marrëm bashkarisht edhe në grup ose në seancën konstituive shëndetje kryetare. Dhe do thot në seancën konstituive. Kundër kësaj deklarate të ministrit në detyrë Faton Peci ka reaguar juristja e medias Flutra Kusari. Ai ka ftuar ministrin Peci të merret me punët e tij dhe se mediat ka kush i vlerëson. Përshëndetje ministër Faton Peci, e inspiruar nga deklarata e juaj e sotme, të cilën nuk po ripublikoj për të mos përsëritur fjalët që po i shpërndarni, ju los që të fokusoni në punën tuaj në ministri dhe në këto çështje që i keni me organet e drejtësisë. Ju njoftoj që mediat ka kush i vlerëson. Ju keni vetëm një obligim në raport me media, të ofroni qasjen e dokumente publike dhe të japni llogari para mediave në detaje, ka shkruar Kusari në Facebook. Ndrojmë temë dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Prishtinë, pra një burr i moshës rreth 35 vjeçare është gjetur i vdekur në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Mëngjesin e sejtës, policia e Kosovës zbarkoi në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Kjo pasi pranua një informat që në këtë zonë ishte gjetur i shtrirë një person. Kështu zyrtarët policor me të arritur në vendin e ngjarjes njoftuan edhe ekipin mjekësor.
Një trup i pajetë është gjetur këto mëngjesin e sejtës. Vdekja viktimës është konstatuar nga ekipet mjekësore, derisa zona e cila tashmë është e qarkullueshme ka qenë e bllokuar për orë të tëra nga policia e Kosovës. Përveç stafit mjekësor, këtu erdhën edhe zjarfikësit. Ata asistuan policinë e Kosovës në hapjen e derës së banesës së tashmë të ndjerit, i cili dyshohet se banonte në katin e 11. Është që CKTJ dikun do të të në ora 08:30 minuta, ne kemi marrë një kërkesë nga policia Kosovës që të shkojmë në Orpian të Silotera të Fontana. Ekipët e tona ju kanë përgjigjë do të të kërkesës së policisë, më njëherë kanë dalë në vend të ngjarjes. Prapë në kërkesë të policisë do të në katin e 11, pas dyshimit të policisë se mund të jetë dikush brenda, ekipët e tona do të kanë bërë hapjen e derës së banesës. Pas ekipit nuk ka qenë kërkush në banesë. Gjithë këtë situatë me sytë e tij kishte parë Ismet Muhaxheri, banor i kësaj lagjeje. Unë isha të shku në punë, po është një trup të pajetë. Erdhën policia kishin qenë më herë dhe të veni ishte rrethëkuar atë, edhe nuk lanë kështu persona më habit atë afër. Kanë ardhur dhe policër, kanë këshir trupin, kanë ardhur dhe xharfiksat. Gjitha institucionet kanë ardhur aty. E për mënyrën se si mund të parandalohet një dukuri e tillë, tregoi menaxherja e projektit të linjave emergjente për parandalimin e vetvrasjeve Ylza Nikçi. Ndihmë profesionale, po mendoj një psikolog, psikologe, psikiatra apo psikiatre, mi po edhe ndihmat emergjente që ekzistojnë, që është linja e jetës, ku personat mundet me na kontaktu në numrin 0800 2345. Ndërsa nga policia e Kosovës nuk dhanë shumë detaje lidhur me këtë rast. Rreth orës 6 është marrë informata për një person mashkull pa shenja jete në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekëve emergjent në vendin e ngjarjes. Policia në koordinim me prokurorinë ka nisur hetimin e rrethanave që karakterizojnë rastin. Një vdekje dyshimt ka ndodhur edhe në Zubin Potok. Nga policia e Kosovës kanë bërë të ditur se me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Ndërkohë vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore kanë nisur gërmimet brenda hapësirës së burgut të Dubravës në kërkim të mbetjeve mortore të një personi të zhdukur gjatë ose pas luftës në Kosovë. Prokurori i Prokurisë Speciale Ilir Morina bëri të ditur se hetimet janë ndërmarrë pas identifikimit të një dëshmitari nga policia e Kosovës. Sipas dëshmitarit, një person ishte gjetur në pjesën e malit disa ditë pas luftës. Pandimin as kujt, dëshmitari kishte varrosur atë në një lokacion që tani është brenda perimetrit të burgut. Ai na ka treguar vendin dhe bazuar në dëshminë e tij janë duke zhvilluar gërmimet, ka thënë Morina. Për nisjen e këtyre gërmimeve ka reaguar edhe kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Andin Huti, i cili pati kritika edhe për mënyrën se si po raportohet për këtë çështje. Familjet e personave të zhdukur nuk kanë nevojë të tronditen 10 herë nga tituj bombastik, por të fokusohen saktësisht dhe në kohë vetëm kur ka të dhënat e verifikuara, ka shkruar Huti. I kthejmë edhe një herë protestës që është mbajtur sot në kryeqytetin e Kosovës, ku për disa orë janë bllokuar hyrje daljet në kryeqytet nga bizneset kosovare, nga prodhuesit vendor dhe të gjithë ata të cilët janë prekur nga një vendim i zërës për shtrejtimin e energjisë elektrike. Për të diskutuar më shumë lidhur me këtë protestë, mirë po edhe për pasojat që do të kenë pra vendimi i zërës për bizneset, unë kam ftuar në studion e emisionit të frontal zotin Agim Shahini. Zoti Shahini, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal. E kemi pas edhe Lulzim Rafunën, por për disa arsye të arsyeshme mungon në këtë emision, po sido që tjetë ne do ta bëjmë bisedën bashkë për të kuptuar pse u majt kjo protestë sot. Protesta e sotme e cila rezultoi pas shumë kërkesave të komunitetit biznesit për arsye se Zoreja ka marrë një vendim për rreth 1300 kompani për të qitë në tregun e hapur nga një qeshori dhe këto kompani pothuaj se janë të papregaditura për këtë trajtim të tyre nga Zoreja dhe bizneset kanë kërkuar nga ne si organizata ekonomike që ti mbështesu
në protestat e tyre, sepse ne jemi zëri tyre, për të dhënë një partnerësi publike, për të paraqitur partnerësinë publike, pasi që e tërë shkresat që e në bërë nuk kanë rezultuar pozitivisht, që të shë e tërë opinioni publik se si trajtohen këto biznese. Këto biznese, si pas vendimit të ZRE-s, nga një qershori, do t'ju shtrajtohet energjia elektrike mbi 200%. Dhe këto biznese, edhe pse janë në numër janë pak, në ekonomi marrin pjesë rreth 50% të zhvillimit të gjithëmbashëm. Janë kompanit më të fuqishme të Kosovës, të cilët janë prekur. Dhe ZRE-ja ka marrë një vendim që dy kriteret që janë të përcaktuar, njena mbi 50 të posuar dhe tjetra mbi 10 milion euro qarkullim, cili biznes për tyre e plotëson njeni nga kriter, a i duhet të djelë në tregun e hapur. Më këtë ne duhet të them që ne nuk jemi kundër tregut të hapur. Dhe ne si Aleancë Kosovare Biznesit kemi kërkuar vazhdimisht që duhet të jetë treg i hapur dhe liberal për tregun energjetik. Por jo formen. Form pse? Sepse forma e cila është paraqitur është formë me shtrejta në Ballkanin Perëndimor. Në bizneset të cilat janë prekur nga ky vendim, janë jo të barabartë me gjitha bizneset në tërë Ballkanin Perëndimor. Me këtë ne po dojmë të thjeshtsojmë këtë situatë dhe t'ju themi që nëse dojnë atë ne të kemi kompani të zhvilluara, kompani të fuqishme, ne duhet i bëjmë të gjitha të barabarta, të ndihen të gjitha të barabarta në Kosovë. E pse po thani, sa po thu, ju ka rrit çmimi këtyre bizneseve e energjisë elektrike 200, sa përqend? Mbi 200%. Ta marr shembull, një kompani e cila vitin e kaluar ka paguar rreth 5 milion euro energji elektrike për këtë pikat ku i ka në Kosovë, më çmimin e ri do t'i paguan 14 milion euro. Kjo kompani e blen rrymen kudo, nështë e blen dikun lirë, pse? Infrastruktura fizike, energjetike, autostrada energjetike, është... Telat. Thjesht. Ato janë nën menaxhim të Keskos. Dhe gjitha kërkesat, ose gjitha ofertat, deri me tani, që kanë ardhur për kompanit aktuale që janë tuke u shfrytzuar ose tu furnizuar me energjinë elektrike, kanë marrë vetëm ofertë prapë prej Keskos, por me çmim deri 260-270% më shtrejt. Dhe ne... Pra, një kompani, për shembull, po supozojmë, blen gjan rrym me ble në Malzi. Do të më përdor infrastruktura e kujna që me ardha ata rrym të kjo kompani? Nëse një kompani e gjen një operator ekonomik që shet energji elektrike në Malzi, aja kompani, për me pas përfitime më të mëdha, e detyron që ta përdor infrastrukturën energjetike, autostradën energjetike përmes Serbisë. E që kjo e trefishon energjinë elektrike. Nëse energjia elektrike blehet në Shqipëni, për shembull, Shqipëri, që është bursa e përbashkët energjetike, atër kjo është shumë alirë. Por... blenë në Shqipëni. Por nuk... Kjo është atë që do të thëmë. Sepse bizneset, kompanit, për shembull, në Shqipëri, nuk kanë energji elektrike për me shit. Dhe kjo i detyron bizneset që të blenë dikun tjetër. E për shembull, nëse nuk dënë, për shembull, një biznes me blepi nuk dënë me... Çka ndodh me to? I shkputet energjia elektrike dhe kjo do të mbetet pa furnizim elektrik. Pa mund me ble prej keku? Nuk mund ta blen prej kekut, sepse ligji dhe rregulloret aktuale të cilat janë e mbrojnë atë biznes vetëm për 2 muajt e ardhshëm për me blen nga keku. Më pas, ata detyrohen që prapë të dalin në tregun e lirë. Ne, bizneset, po kërkojnë, që ne ta shfrytëzojmë autostradën energjetike. Bizneset, domethënë, nuk kanë drejt me bizneset kosovare.
Nuk kanë drejt me blerë rrymë prej Keku, a? Jo, nuk kanë drejt, për arsye se kur është shit Kesko i ka përgatitur ashtu ato kontrata që këtë prodhimin vendor ta merr Kesko. Dhe çka është këtu shumë e rëndësishme me potencue. Pe Kesko sa mëni me pe dikuj tjetër se jam të punu mjonimu pak bizneseve. A kanë mundësi në Kosovë dikon me ble energji elektrike? Energjinë elektrike kanë mundësi me ble vetëm pe Keskos. Se vetëm Kesko ka afruar, edhe pse janë rreth 19 kompani të licencuara të tjera për me pas të drejtë, për me shit rrymë, ato kur i llogaritin autostradën energjetike dhe çmimet në bursa, del që ata mund të kenë një fitim 1 dhe 2 dhe 3% maksimal. Dhe për atë nuk kanë leverdi dhe nuk ofrojnë oferta. Bizneset tona po thojnë kështu. Ne me ushty ky vendim edhe një vit, mu ndërtue infrastruktura ligjore. Ministri thanë që nuk ju kanë mjaftu 8 vite, pse pjo mjafton tash një vit për me rregullu këtë punë? Dëgja, kjo rregullore, e cila është bërë në vitin 2015 ose 2016, që ka qenë e ndërtume për treg të hapur, për shkak të pengesave që ka pas, nuk është aprovu asnjëherë. Ka mbetur që të bëhen rregullore dhe ligje më favorizuese për biznese prodhuese, tregtare dhe shërbyese në vend, në mënyrë që këta kur ta blejnë energjinë elektrike, dikun tjetër, atyre mos t'i kushton më shumë se 10 dhe 15% më shtrejt se sa konsumit të përgjithshëm. Dhe në këto kushte që jemi, është e përjashtuar mundësia që ne të blejmë energji elektrike të lirë, edhe pse ne mund të gjejmë lirë dikun, infrastrukturë. Por bartja, bartja dhe kushtet të cilat ofertojnë bizneset që merren me këtë, si bizneset të reja, janë kushte shumë të rënda. Duhet para pagu. Qyshe bart, për shembull, qysh bartet energjia, për shembull, për një kompani, për shembull, i marr shembull Molinezi ose Shqipërinë. Për shembull, kompani, hajt po themi, s'po di cilla. S'është më rëndësi. Po. Emri. E tash çata rrym, qysh vjen te çaj kompani? Pikërisht këto pe diskutojna. Do të thotë infrastruktura fizike. Po. Është ndërtuar që ka ekskluzivitetin Kesko. Dhe ma gjithçka shkon përmes? Gjithçka shkon përmes tyre, sepse nga kufejt e këndej këtë infrastrukturë ligjore, këtë infrastrukturë fizike, energjetike e kanë këta në menaxhim. E mi blej pej Keskos, a ju bot shtrajnë? Pej Keskos kanë marrë bizneset oferta, dhe çmimi i tyre ka dalë 260 dhe 280 euro për megawatt orë, që aktualisht është duke e shit Kesko tek ne si konsumator rreth 90 euro. Dhe çka është e rëndësishme këtu për publikun? Keku, si prodhuesi më i madh energjetik në Kosovë, ka kërkuar nga Zoreja që të rritë çmimin për Keskon nga 29.5 euro megawatt orë energji elektrike, me abo 33 euro. Dhe Zoreja nuk e ka pranu këtë, kurse ka pranue që ne vetë na shtrajtohet 16.10% si konsumator, kurse bizneset ju shtrajtohet mbi 200%. Tash, unë s'pe kuptoj pse me i dëmtu kështu bizneset. Apo ndoshta për me se ti thua tonë, nuk është që kam shumë njohuri për këtë fush, po nuk po mëj me kap pse me avranu këtë shumë bizneseve. Pikrisht edhe na për themi këtë. Për çka? Për arsye se ne në këtë kohë, kur jena në sezon të verës, energjia elektrike po thuaj se në bursa është me lira. Kërkesat janë për shpenzim më pak. Çmimet janë më të lira, në Kosovë ka ndodhe kundërta. Është trajtuar energjia elektrike. Është trajtuar pa nevojshme. Ne me këtë vendim pe favorizojmë një operator ekonomik në fushën energjetike dhe po i dëmtojna rreth 1.300 biznese që i kanë mbi 140.000 të punësuar, që i kanë
më shumë se 50% ekonominë e Kosovës e mbajnë dorë. Dhe lind pyetja, apo dojnë atë gjitha këto bizneset më dhati bëjnë atë vogla, apo dojnë atë i shkatrojna. E që ndodh tash me këto biznes, sepse nuk ka, të pakten edhe e posh para se morë me hynë në emision, e posh në deklaratë që kështë donë ky ZRS, Fizullaj, kështë thonë që nuk ka ndryshën qëndrimi, dhe me ne qërshor, kjo hen fuqi. Që ndodh tash me këto biznese? Vendimin ose deklarimin. Dhe më dha keko nëse këta nuk marrin dikon, atë qysh? Deklarimet e ZRS, si agencioni pavarur, regulatori pavarur, ashtu si që është i reguluar, del që nuk është i pavarur, sepse para se deklarimet të ZRS, ka deklaruar edhe vetë kryetari i qeverisë Kosovës, ku thot se nuk ka kthim mbrapa të vendimit. Do të thotë këtu është një koordinim mes qeverisë dhe ZRS. Qeverisë dhe ZRS. Dhe ky koordinim i tyre është kundrejt këtyre biznese, kundrejt këtyre zhvillimit. Sot bizneset e Kosovës, që kanë dalë në rrugë dhe kanë qenë mbi 1.000 kompani të ndryshme, dhe ne kësaj radhe i kemi lutë kompanit që mos dalin ma shumë se me 1 ose 2 mauna, se kem pas konsiderat blokimin e rrugës, vështërsitë e qarkullimit të qytetarëve, kemi kërku ndjes nga qytetarët, nuk kemi dalë me dëshirë bizneset sot, nëse e llogaritum momentin e përgatitjes për të dalë në protest, dhe në momentin kur janë kthye ata në vendin e punës me punëtor, me makina, që kanë dalë punën, e kanë dalë prodhimin, më humbit janë mbi 10 milion euro. Vetëm sot i kanë humbë bizneset. Por, këtë e kemi bërë për shkak se mos të humbë ma shumë. Për arsye se bizneset të cilat i kanë këto 2 kritere të plotësuara për të dalë në tregun e hapur, dhe askush nuk është për kundër tregut të hapur, ata për e kursen edhe konsumatorin, se në fund të ditës, bizneset janë të detyruar të fakturojnë këto shpenzime tek konsumatori. Të ngritin shërbimet e veta, të ngritin çmimet e veta, të ngritin prodhimet e veta, dhe konsumatori do të varfrohet edhe ma shumë. Banka botrore ka dalë me një publikim ku thot se Kosova është një nga vend më të varfër në Evropë pas Ukrainës që është luftë. Dhe me këtë do të varfrohet edhe më shumë. Prandaj, shqetësimet tona si përfaqësues bizneseve janë shqetësimet të bizneseve të Kosovës. Ne po veprojmë në bazë kërkesave të tyre. Kërkesat e tyre janë të drejta. Dhe për atë arsye, ne sot kemi qenë në ballë të gjitha tyre. Po veç Albin Kurti sot në këtë mbledhje të qeverisë ju ka krahasuar, ka folur për barikadat dhe ka bën një farë krahasimin mes barikadave sot në Prishtinë dhe barikadave në veritë e Kosovës. Kryeministri aktual mund të deklaron çka të don. Dhe nuk deklarimet e tjera e tij duhet t'i marrëm serioze. Por të krahasohen protestat e bizneset të Kosovës në qendër të Prishtinës me barikadat e serbëve në veri, kjo është e padrejtë. Sepse barikadat në veri kishin qëllim me marrë shtetin në kontroll, me aneksue verinë e Kosovës. Protestat e sotme të bizneseve të Kosovës janë me zhvillu shtetin, jo me rëdzu dikënd, ose me amor vend dikujnë ku vend, se ne kemi dhonë votat, dhe votat tona po duken që janë huq, për arsye se është bloku ku vendi, është bloku institucionet e vendit, dhe ne do duhet të ardhmen të mendojna mirë se ka peqojmë votën, do të mendojna mirë ku peqojmë taksin tonë, dhe ne, si pas disa hulumtimeve tona, që na kena bërë, ZRE-ja është pajtue që nëse qeveria Kosovës i paguan
Keskos 50 milion euro, kjo mund të ashtyjnë vendimin për një vetë. Dhe... Nëse qeveria e Kosovës i pagun këtë 50 milion. 50 milion. E tërë kjo është duke u bërë për 50 milion euro. Do më thonë, Keskos po i vynë 50 milion euro, dhe ne ato 50 milion do të nja kompenzu biznesit. Nuk është fjalla që këtu deklarime që janë bërë sot, që vetëm 1% bizneseve janë dalë protesta. Sepse 1% bizneseve janë fuqia më madhe e ekonomisë Kosovës. Nuk kanë mujtë sot të dalin ato kompani të vogla, ato dyqane apo zejtarë që kanë një të punësuar, sepse ata nuk janë prek, ata janë prek me 16.1%. Por që ashtu prek jo dhe për ta, sepse dhe aty një ka rritë çmimi. Të gjithë nuk ka rritë çmimi, dhe ka rritë çmimi pa nevojshëm. Ne, qeveria vendit, nuk duhet me leju pasi e konë në kontrol tash si pas 2 deklarimeve. Ne dyshojmë se gjithë shka që ka merë në zëre, merë në koordinim me qeverin. Dhe ne nuk duhet të favorizojmë një operator ekonomik, të tregut energetik, të sigurojmë likviditet, të sigurojmë përfitim dhe të rrezikojmë rreth 1.300 kompani tjera. Qa pritet më ndodhë mas kësaj proteste? Pritet naj ndoshta mos fuqizuaj vendim ose mos zbatuaj? Ta thëmë të drejten, ne nuk presum që mund të ketë reflektim pozitiv. Por ne themi se edhe bizneset e Kosovës janë të vendosur që të ngritin zërin e vetë të protestojnë në mënyrë demokratike, si që ishte sot, por protestat mund të jenë edhe më të mëdha dhe më të fuqishme. Ne nuk dëshirojmë të analim punën, nuk dëshirojmë të ndalim në rrugë, neve na ka ardhur keq për njerëzve që jo vështërsu qarkullimi, po kena pas mirë kuptim dhe i kena pas 2 rrugë të hapura gjatë gjithë kohës. Në të ardhmen, Këshilli Organizativ mund të merr vendime të tjera dhe të dalëm me vendime të tjera për të protestuar. Që mund të jenë, çfarë vendimesh, çfarë forme protestës? Protestat, Këshilli Organizativ, sipas planit, do të vazhdojnë, dhe forma dhe mënyra se si do të vazhdojnë, do të konfirmohen gjatë takimeve të nesërme që do t'i kena me Këshillin Organizativ për të bërë një analizë të sotmes dhe analizën e së nesërmes. Uroj që të mos ketë arsye fare për të protestuar, pra të mos hy në fuqi pra këj vendim nga një qershorin, do nëse paralajmërimet janë se kjo do të ndodhë, po unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Falenderit për interesimin tuaj dhe ne prap ju themi bizneseve që sot pavarësisht që kanë tentuar disa të njëllosin, bizneset janë rrugën e vetë, në të drejtën e vetë, në kërkesat e veta, dhe ne jemi të orientuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës, duke tentuar që të bëhem lider me disa brende, me disa biznese, jo vetëm Kosovë, më tër Ballkanin. Dhe qeveria e vendit, bashkarisht me zërejen, këtë po e zbe. Dhe ne nuk mund të flasëm tash për investitor të huaj që mund të vinë Kosovë. Neve, disa kompani kosovare, tashmë kanë plan që të bartin kompanit e veta jashtë Kosovës dhe të operojnë jashtë Kosovës. Uroj që edhe kjo mos ndodhë, në të falenderoj edhe një herë, falenderit e ju të nderuar shikues që kanë qëndruar me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.